Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Ju përshëndesim drejt për së drejti nga Rezja jon, nga kuzhina jon, kemi recetat mira sot, kemi bisedat këndshme, do flasim për një libër e cila është një nga librat më të mirë të klasikëve botëror të shekullit të 20. E disa interesant ishte, Albana, një histori jashtëzakonshme, letra e një të panjohure. Ka shumë mister, ka shumë emocione brënda, e shkruar nga Stefan Zweig dhe përkthyer nga Vedat Kokona. Imagjino tani se çfarë letërsie kemi në duar edhe çfarë mesazhesh të forta emocionale fshihen aty brënda. Kështu që do të flasim pas pak dhe për mënyrën se si lexuesi shqiptar do të ketë në duar një kryevepër të tillë, e po ashtu do të mbetemi pak tek jeta e natës. E frekuenton ti? Jetën e natës? Jo. Asnjëherë. Asnjëherë? As vajzë, as... Jo të pleqëri, që përshkaj pleqëri. Po mirë, ne do ta rrëfejmë jetën e natës përmes optikës së një DJ, për të treguar diçka rreth mbrëmjeve të vona, Sërish në këmbët. shpenzimeve, çmimeve, grup moshave që frekuentojnë jetën e natës, kështu është rrëfyer nga një DJ i cili është epiqendra e atmosferës që mbretëron në klubet e natës, kështu që këto dy tema do t'i diskutojmë pak më vonë, por tani le të tregojmë se çfarë do të ham mirë fillimisht. Kallamare të mbushur, por unë ja preva këmbët. O t'ja përzihesh me mbushjen. Shkon, dy shok martohen në një kohë. Edhe tani, bas një muaj, do takoheshin. Dëgjoj thot, si të shkon martesa? Më shkon shumë mirë, tha, më shkon. Më shkon shumë mirë, tha. Po ti shok i dashur? Me thonë drejtën, tha, nuk shkon gjë. Po pse, tha? Po ja, tha, nusja nuk më... As më bindet, as gjë, sepse atëherë ishte koha e bindjes. Tha, jo, tha, unë që ditën e parë tha që shkoha në shtëpi, tha sa shkova tha nga martesa, mora, pash masën, tha, op, ja këputa kokën. Në sytë gruas. Në sytë gruas, që të kështë gruaja Afrikë. O, tha, kështu që ka mua beti? A, tha, shikoj tha ti shokun tatë. Shko në shtëpi me vrap. Gru, tha, ku është macja? Ja, me tha, ku e ke macën? Një ta mora i macën, tak kokën në macën. Tha, këto ti bëjmë fillim, tha, jo tani. Edhe unë, tak, ja preva këpët kalamarës, direkt. Që të më bindët kalamarja. I nga të tregua. I morë dhe shquna. Për ju. Mazja me tabora, as kokën e gruas, ore. Merë një grua dhe macem. Na tha nona prit një kokat. Që puna e të pelenasve. Se me ka shuj ditë puna tanti. Kokë mora, kokë lash. Po kjo ishte pra të burat e parë, quna? Ja për këto të tanishmit. Për musta që lindë. Atëherë, kalamar të mbushur. Që qepa është opcionale, dhe unë e them vazhdimisht që qepa është produkti i parë në çdo gatim, jo në të gjitha, por në 90% është. Pra qepa është opcionale. Kam orizin, kaperi, për të gjithë zonjat që janë në moshë dhe nuk e njohin kaperi, normalisht kaperi është pothuajse si puna e kokrës së ullirit. Kemi kaperi në vaj dhe në krip. Kaperi jep një shije të athët dhe ulliri e nivelon atë gjë, e balancon. Kam salsën për të doni po, nëse nuk doni jo, kam thelpit e hudrës, kripa piperi, pa tjetër që kam bimët aromatike dhe shumë dashuri. Do të shtoj këmbët e kallamarve. Ja, do të qoj pak nivelin. Do të shtoj pakës krip, shumë pak krip, dhe do të lë që të bëhet. Për pastrimin e kallamarit, normalisht, kallamari ka 2 krahë, tamam si krahët e aeroplanit. E tërheqim pjesën e fillimit, dhe duke tërhequr ato normalisht ikën e gjithë lëkura. Pra nuk e kemi si puna e plëncit, blansherim në të ftohtë, në të ngrohtë, pa përdorur fare punën e gëlqeres. Në brendësi, kallamari këtu ka një si tip plastike. Gjë që vetëm e tërheqjen e gishtit, ne atë e largojmë, sepse ne nuk duhet që ta ndajmë. Nëse ne duhet ta ndajmë, është vetë forma ku hiqet.
nuk ka nevojë për zjerje në momentin që unë duhet ta mbush dhe normalisht kapen me stikadent. Do thoni ju përse nuk e bëre live, po ta bëja edhe live. Merrte shumë kohë ajo. Merrte kohë dhe nuk ishte dash e pastër gjëja. Këtu patjetër kam ujin e orizit. Gjë që nuk do ta çoj dëm. Më duhet për supën të shtoj pak ujë këtu në vend të ujit sepse e trash dhe e bën akoma dhe më kremoze, sepse unë për atë kam nevojë. Se ka një seshte në Pastaj orizit. lëre, pastaj, për fytyrë, për maska e për çfarë të duam ne. Për flokët. Ajo është Përzihet në disa maska shkurt, uji orizit. diku në kohën time ka thuhej drugu me sele. Është një muhabet tjetër. Kam verën, gjë që më duhet edhe pak, Sa të zjen dhe të zbuten sa të zgjidhe pak, kalamarët. dhe me verë do të bëhet shuarja. Androniki mund të... Do të shuhet me verë të bardhë derisa të largohet alkooli dhe më pas të shtohen të tjera. Do ta lëm dhe pak minuta, kështu që së bashku përmbledhim recetën e kallamarëve të mbushur. Këtë po gatuajmë si recetë të parë. Ju duhen 8 kallamar të pastruar, nga 2 për person, kështu që i bie për 4 persona. 100 gram oriz, të cilin e zjeni, 10 kokra kaper, 10 kokra ullinj, gjysmë speci kuq, 150 ml verë e bardhë, 3-4 thelpinj hudhër, 200 gram djath, krip piper i zi dhe majdanoz i freskët. Në fund fare, ja ku kemi dhe majdanozin, që t'ja shtojmë kallamarëve se e e neutralizojmë. hudrës. Hudra të coptuara. Duhen të coptuara se marrim mirë aromën. Tani aty shohim që lëngu është trashur paksa. Do të shtoj, Është momenti ta shuajmë me verë. jo të gjithë, sepse s'kam nevojë që ta de, sepse kam për pjesën tjetër të kallamarit. Do të shtoj masën e orizit që unë e kam parazier. Patjetër orizin e vendos në ujë të ftohtë, Dhe e zjem. me ujë të bollshëm, pra me shumë ujë të bollshëm dhe zihet në mënyrë të ngadaltë. Duke bërë këtë veprim, mua nuk më duhet që të marr as orizin që është kokër gjër, po dhe këtë orizin që është për pilaf. Por, pra, zjerja të jetë avash dhe në fund fare kullohet. E shtoj të gjithë këtë masë. Ashtu dhe e përzijim me gjithë aromën e kallamarit aty, hudrat. Sërish i vë kapakun dhe filloj me ullind. Nga ta provoj? Bërtham jam këtu, ja, pa bërtham. Pa bërtham. Janë shumë të mirë. Në momenti që kanë krip, Ka dhe kapër lërni diku 1 orë që të shplahen. Kapërin e thamë që kemi në 2 në krip dhe në vaj. Edhe në mënyrë, edhe pa vaj. Me krip është që qëndronë për një kohë shumë të gjatë. Normalisht gjithmonë duke parë datën e skadencës. Po. Po edhe tushi, përsëri dhe ato kanë krip, pra edhe kapër e tushi. Ne eliminojmë kripën, me qënë se Tani kemi unë edhe kapërin dhe ullind, kështu që pak më pak. Do t'i marë, t'i kaloj në sit. Dhe një shplarje të mirë. Sepse sa do që t'ja largojmë kripën, përsëri ka shije të kripur dhe do t'a shojmë pastaj në bashkëpunim me kallamarët, me orizin, dhe orizi ka kripur rëzirë, kështu që edhe pjesën e ujit të orizit, siç thamë, ne nuk do t'a shkojmë dëm, por do t'a shfrytëzojmë pastaj për recetat të tjera.
Sot i shtojmë edhe pak këtu për trashjen e lëngut, të mbushjes. Ja pra ullinte dhe kaperi, tani është gati për salcën. Sa po të zbuten pak edhe ullint, të lëshojnë dhe shihen aromat e tyre, bashkë me kallamarët dhe orizin. Pa tjetër që më duhen, bimet... Tham edhe, por bimet aromatike, majtanozin. Më duhen të jenë goxha. E largojnë atë aromën e fortë të kallamarëve ose të produkteve të peshë, të detit të tjera për të ekuilibruar dhe balancuar sadopak aromat. Ja t'i largojmë. Bishtat dhe pak nga pjesa e kërcellëve afër gjetheve. E lë dhe pak. Shtoj masën. Kripën. E piperit. Sepse kam shtuar kaperin dhe kemi kujdes te masa e kripës. Po të duam ne, shtojmë thjesht shumë pak miell. Ose në të kundërt, kur unë e shoh që... Sa për të përthithur pak më tepër dhe më shpejt shtoj pak ose fare 20 A bëra një shplarje të mirë të orizit? A kam tu lëngun e orizit? Nëse unë do vendosja 20 do përfitoja një gjë të tillë. Pra, vendos atë çka i shkon më tepër gatimit. Një trashje, siç realizojmë budingun. Shiko dhe kemi një përthithje menjëhershme të lëngjeve. Menjëhershme. Sigurisht atë madhe do ta lëmë të ftohet pak ne, që të mbushim lehtësisht kallamarët dhe më pas i vendosim përsëri në furrë që të piqen dhe t'jen gati për drekën e sotme. Ndaj bëjmë një shkëputje shumë të shkurtër, ndërkohë përfitojmë nga koha që të ftohet edhe pjesa e mbushjes dhe vazhdojmë punën pas pak. Jemi paka shumë gati tani që të përfundojmë recetën tonë. Nuk e di sa do arrim se është i nxehtë akoma pjesa e harxhit, e mbushjes, e içit thënë në disa variante të mundshme, por do të mundohemi tani që t'i vendosim këtë mbushje kallamarëve. Ne kemi 4-5 të tilla. Dhe me lugë të vogël, do të kemi mundësi t'i mbushim. Na ka mbetur dhe salca për t'ju vendosur sipër, që të qëndrojnë të buta. Atëherë marr një me lugë të vogël ka përshtypjen do të duhet. Dhe avash fillojmë tani me mbushjen. Dikur thoshin të jo ushqeje fëmijën. Ti mbajon kështu të dyja? Jo, nuk e mban dot, ja, fillon vetë kjo kështu. Takojmë fëmin. Pra, fillojmë takojmë, ta ushqejmë. Po, kojmë pjesën e kallamarit. Që ta zëm tani të pjesa e grykës me një stikadent. Dikur, mbaj mend, gjysha ime kur donte të thoshte diçka dhe nuk duhet ta çoje, mos ta tregoja gjë, thoshte dëgjoj, të kam zënë në gryk të këmishës. Edhe unë i zura grykën që mos të dalin mbushja. Edhe është e sus. Sa kën mos ta dëgjoj. Sus. Në fëmijërinë time kanë qenë shumë fjalë turqisht. Shumë fjalë turqisht përdorin të vjetrit. Normalisht ishte gjitha indikim i pushtimit dhe uazimi jo vetëm i fjalëve, po i zakoneve, traditave, ushqimeve, cilat kanë ndikuar fort
Edhe kjo këtu. Në këta mentalitet, por jo vetëm nga tushqishtja, kemi goxha huazime, në ditë e sot me po, që atëre flas në gjithë shkronja turke dhe greqishte nuk i dua më. Leti mbajnë ato për vete, kemi ton atë. Kjo është shqipe. Të gjua shqipe, tani në 1, 2, 3, 4... Tani jam e qetë, di pse? Një për ty, një për mua e bëra. Të shi, le dalë të dalin. Të dalin se dalin. Për edhe këto janë prap diferencë. Një me madhe, një me vogël, varet që ka qëlluar. Nuk do ngele me kaq, sepse pjesa... Në furi kemi apo do t'i skuqim aty? Do t'i skuqim. Pakës. E lëm me pak. Se do të zjejnë, do të skuqen edhe sërisht rritet volumi brënda kalamarte. Ja, pra, ka i shpejt që ashtuam. Tani dhe një po i bë një përmbledhje, para sa Albana t'i vendosi që të skuqen edhe vetë trupi i kalamarit, krahas mbushjes që në përgatitëm, me qepën, me krahët dhe, le themi atyre, pjesëzave të vogla që morëm prej kalamarve. Sërish shtuam oriz, kaper, ullinj, krip piper të zi, majdanoz, hudhra, 3-4 thelpinj hudhra të coptuara. Kjo është mbushja, pasi u gatuan mirë, tani është ky procesi i fundit. Ajde me këtu, ajde këtu, bravo. Ja, të tillë. Për një shije një drek të lehtë, sot, shoqëruar me ndonjë sallatë të preferuar tuajën. Edhe e fundit? Ja, edhe të fundit, dhe e përfundojmë duke i shtuar salcën. Qa do bësh me lule shtrydhe pëste? Një buding me lule shtryde. Janë në kulmin e tyre dhe kanë edhe çmimet më të pavarshme. Që gjithçka të kaloj në gjithçka çfarë të pron të gatuhet sot. Do t'ja shtosh aty? Jo, këtë e kam Riciklim të një supe. Vendos pak sa tiganin dhe nuk e lë me kaq, sepse patjetër do ta shuaj sërish me verë. Po. Që edhe të zbuten vetë kallamarët, dhe të qëndroj ajo aroma. Lëshon atë aromën e duhur. Dhe si u fryn? Nuk kërkojnë zjerje shumë. Sa do zbuten pak? Kjo është ajo e duhura, po të doni ju, mund të vendosni dhe thelpi hudhre brënda, se japi një shije akoma dhe më të veçantë. Do ta shuaj me verë, derisa vera të avulloj alkooli. Do të shtoj masën e kripës, masën e piperit, dhe salcën tani. Një pjesë të salcës. Tek salca kam shtuar domaten e freskët sikurse edhe pak spec të kuq. E lë në terezin e vetë. Shtoj pak fare. Uj orizi. Në fund fare, do të ndihmoj me bim aromatike edhe për ngjyrë edhe për shije. Mirë, kjo ishte receta. Pjesa tjetër e mbushjes që na mbeti. Thot Albana, do ta shfrytëzojmë për një gatim tjetër, për një gjellë supë që mos na shkoj dëm. Jemi gati për pjesën e fundit të gatimit, për recetat që kanë mbetur pa u gatuar. E nisëm, siç e thatë edhe ndoqët dhe ju, ke kalamar të mbushur. Shifeni pak tani gjendjen ose fazën në cilën i kemi. Tek salca kam shtuar pak fare lëng panxhari, sepse për ngjyrën. I kam shtuar më tepër për ngjyrën, për vlerat, për shijen, për të gjitha. Po.
Po të doni ju, mund të shtoni një gosht karafili dhe jeni në rregull. E mbyllim që të bëjmë servirjen e... Po, do të bëjmë servirjen e kallamarve. Receta është gati. Lëngjet aty janë piksur, janë trashur, është gati për ta vendosur në një enë, në një pjatë. I shtuam, siç tham, edhe salcën. Ja, kështu. Në morja formën e zemrës, morishte. Lëngjet e salcës, po ashtu edhe me pak fare lëng panxari që i shtuam për ta forcuar ngjyrën. Të krijohet ky shtrati i bukur. Po të duam ne, dhe pse mos të duam, sot është e premte, dhe nuk na ka hije asgjë që të shkoj dëm.